Ishte një fermer që ishte goxha i pasur, por që nuk e dinte se sa i pasur ishte. Për një kohë të gjatë ishte goxha i fiksuar se vendin e tij mendonte gjithmonë që njerëzit barinj po e vjedhnin. Një ditë u nis, tha do iki, tha dhe të kontrolloj të gjitha. Ky mori këto korret e bukës, mori dhe ujë edhe ikë të rrugës. Në një aq shumë po ecë sa u lodh dhe vendosi që të hante diçka, edhe ndërkohë që mori nxori këto kotheret e bukës që kishte në çantë, i zbut pak me ujë dhe fillon të hajë. Gjon një zhurmë atje tek çanta, edhe ngrihet edhe kap një demon të vogël aty. Edhe ka përfytje më thënë, si guxon të më vjedhësh mua çantën ushqimin tim. Dhe ky demoni thotë të lutem ma kursej atë, thotë se por po ti që ke varfër shumë, thotë. Un kam hyrë thotë nëpër çantat e fshatarëve dhe ata që s'kan bukë të hanë. Po të paktën bukë, qep, djathi ka pas. Po ti që ke kotherën fare. Edhe tha, ku jam kotherën, tha pse më hyn edhe më vjedh. Edhe ndërkohë që thotë të lutem, thotë ma kursej jetën, thotë sepse do të çoj tek zotëria im, edhe kur të çoj atje, ti do t'i thuash, nuk do t'i kërkosh asnjë gjë tjetër, vetëm thuaj më jep gjën time. E çon përpara mbretit, zotërisë djallit pra, edhe i thot, mirë se erdhe, i thot ky, në mbretërinë time, i thot djallit. Tani kërko çfarë të duash dhe unë do ta jap. Thot ky, nuk desh asnjë gjë, thot, po desha vetëm gjën time. Dhe i dha, dhe në momentin që i dha gjën e vet, një cip nga syt sikur i ra dhe filloi që të shikonte gjëra të ndryshe. Ky zotëria pra të shkoi nëpër fshatrat edhe aty shikoi që kishte po ecte rrugës dhe të gjithë kur i pyes ore ku kujdesh kjo toka e zotërisë, i thoshin emrin e këtij. Edhe ky ndaloi dhe u prezantua që ishte i zoti i tokës dhe i dha atyre mundësinë që ata ishin të varfër plotësisht sepse kishin shumë frikë, sepse kishin dëgjuar që ky vetëm ishte shumë i egër dhe të viste. Ndërkohë që i dha mundësinë që ata mund të merrnin qumësht, mund të merrnin mishin, delet e gjitha me këto, sipas përqindjes që ai i caktoi. Morali i historisë është ky pra. Kur Jezusi ma thot, lumë ata që janë të varfër shpirtërisht, do të thot që ne kur jemi të varfër shpirtërisht, që çdo pasuri toksore nuk na e kënaq neve shpirtin.